Të dashur qytetarët dhe qytetarët të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Vëllezër e motra, zonje e zotëri, përshëndetjet e mia më të përzemërta, ju që keni mbushur sot këtë bulevard, qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, vëllezërve motrave tona në diasporë dhe kudo që ndodhen sonte, mirënjohjen më të pakufishme. Të dashur miq, të nderuar dhe të çmuar, tanë të pranishëm në këtë mbyllje madhështore të fushatës sonë. Në emër tuaj, unë do t'i përcjell përshëndetjet më të përzemërta deputetit të Bundestagut Gjerman, mikut të ditëve më të vështira të Partisë Demokratike, opozitës shqiptare Peter Bayer, i cili vjen sot këtu për të mbështetur fitoren e opozitës shqiptare dhe Partinë Demokratike. I nderuar zoti Bayer, mbetemi për jetë mirënjohës ndaj mbështetjes tuaj, por unë të shfrytëzoj rastin nga kjo tribunë t'i përcjell përshëndetjet më të përzemërta kancelarit Friedrich Merz, të cilin pata rastin ta përshëndes në Valencia. Dhe të asiguroj se për Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare, fitoria e CDU-s, zgjedhja e kancelarit Merz në timon në krye të ekzekutivit gjerman në udhëheqjet Gjermanisë dhe Europës, konsiderohet një fat i madh, një vendim i një rëndësie historike për Gjermaninë, Europën dhe mbar vendet e këtij kontinenti. Siguroj se Partia Demokratike në qeveri do vendos bashkëpunimit më të ngushtë me qeverinë e kancelarit Merz për i vendosje të shtetit ligjor, ligjit, funksionimin e ekonomisë së tregut, për shtrimin e Shqipërisë në një eksportues të mirash, materiale, madhrash, made in Albania në Gjermani dhe në Europë, dhe jo krim, jo refugjat, siç është sot. I dashur Lord Jackson, jemi jashtëzakonisht nderuar me praninë tuaj sot. Ardha juaj në mbështetjet të opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike është një ndihmë e çmuar, por është gjithashtu vazhdim i një tradite të kahershme të bashkëpunimit të shkëlqyer midis Partisë Demokratike që në themelimin e saj dhe Partisë Konservatore të Britanisë së Madhe. Ju siguroj se Partia Demokratike në pushtet do të konsolidoj gjithnjë më shumë lidhjet dhe bashkëpunimin me Partinë Konservatore dhe vendin tuaj të madh dhe mik. I dashur zoti Krislas Civita,
arqitekt i rikthimit më të madh në historinë e njerëzimit me votën e lirë, rikthimit të presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Mirënjohjen më të pakufishme ju për vendimin që muart të angazhoj me të gjithë potencialin tuaj për rikthimin e Partisë Demokratike dhe Sali Berisht në pushtet. Emri juaj, ekspertiza juaj, u shdrua me shpejtësi në lekshirin e kësaj fushate në shpirtin e fitores saj. Ditën e parë, me konferencën e parë të shtypit, e shkallmove Edi Ramen, duke i ratë të Olinës me grushta, të garantoj se nesër në mëngjes do t'i bjeri me kokë të Olinës kur por i meriton të gjitha. Ne jemi mirënjohës pafundësisht për vendimin që more për të ndihmuar në një moment vërtet kritik për opozitën dhe për Shqipërinë, dhe u garantojmë se Partia Demokratike në pushtet do të vendos marrëdhëniet më miqësore, bashkëpunim më të ngushtë me administratën e presidentit Donald Trump në të gjitha fushat. Miqtë e mi, se cili prej jush, qindra mijëra të tjerë, opozitar, që nuk janë këtu sot, meritojnë një mirënjohje të pakufishme. Mbasi ju, me energjitë tuaja, me guximin tuaj, me entuziazmin tuaj, mbollët në një muaj rjesht, në të 4 anë të Shqipërisë, filizat e shpresës, dritën e fitores në zemër dhe mendjen e të gjithë shqiptarëve.